Investimet në kulla shumë kaqe dhe mos auditimi i tyre nga institucionet shtetërore është parë me shqetësim nga drejtuesi i prokurorisë së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Sipas Altin Dumanit, mungojnë referimet në SPAK nga institucionet të tilla si tatimet apo doganat. Pastrimin e parave në sektorin e ndërtimit, veçanërisht në turizëm, Dumani shprehet se e kanë kategorizuar me risk të lartë. Në Durrës, në Sarandë, në Vlorë, në Tiranë patjetër, në Velipoj, në Shëngjin, do të thënë vendet ku investohet më shumë në turizëm. Ka shumë punë për të bërë sa të pastrimit parave. Ne kemi kategorizuar si risk shumë i lartë te vlerësimi i riskut që kemi bërë për vitin 2024 në raportin tonë, ne kemi vlerësuar si risk shumë të lartë, me risk shumë të lartë të vepër penale. Por edhe diçka tjetër, duhet të kuptojmë tani, ne jemi një institucion i ushtrimit të ndjekjes penale. Ne nuk jemi auditues, ne nuk jemi punonjës të tatimeve, nuk jemi punonjës të doganave, nuk jemi punonjës të institucioneve të tjera shtetërore, të cilët janë në vijën e parë të frontit, po them, që kanë kontaktin e parë, për shembull me atë kullën që thoni ju, apo me atë ndërtimin në Bregdej që thoni ju. Ata e kanë kontaktin e parë dhe duhet marrin masa të bëjnë referime. Fatkeqësisht nuk kemi asnjë referim nga tatimet, nga doganat apo dhe disa institucione të tjera. Dumani solli në vëmendje se SPAK bashkëpunon çdo ditë me policinë e shtetit, e cila kryen një pjesë të hetimeve, ndërsa pjesa tjetër mbulohet nga Byroja Kombëtare e Hetimit. Megjithatë, ai ngriti një shqetësim që ka të bëjë me rënien e referimeve me 40% nga policia e shtetit.